Sot rreth orës 18:30 të mbrëmjes në afërsitë të tregut të Gjelbër në Tetov është raportuar një vdekje e dyshimit. Sipas informacioneve të para, trupi pa shenja jete e ka zbuluar një kalimtar rasti. Viktima dyshohet të jetë një vajzë, studente në vitin e 4 të studimeve me origjinë nga Kosova. Menjëherë pas njoftimit, në vend ngjarje kanë dalë ekipet e policisë dhe përfaqësues të prokurorisë publike, të cilët po kryejnë hetimet për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e kësaj ngjarje. Trupi pa jetë i vajzës është dërguar për obduksion, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje shtesë rreth incidentit të viktimës apo shkaqeve të mundshme të vdekjes. Policia ka bërë të ditur se informacione më të hollësishme do të publikohen pas përfundimit të hetimeve paraprake. Ndërkohë, në një reagim zyrtar, Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup konfirmoi se është njoftuar se një shtetase e Kosovës është gjetur pa shenja jete në Tetov. Sipas tyre, ambasada ka vendosur menjëherë kontakt me autoritetet e relevante policore dhe po e ndjek nga afër zhvillimin e këtij rasti. Siç mësohet nga banorët, viktima dyshohet të jetë një vajzë rreth 24 vjeçare me inicialet DS me origjinë nga qyteti i Gjakovës.